billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër të nderuar, besimtarë të Allahut, fillimisht i përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët tanë në botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Falënderimet më kulmore i takojnë Zotit gjithësisë, burimit mirësisë, atij i cili përmes urdhrave veprues e mos veprues, me të cilat neve na ka urdhëruar, realisht na ka nderuar. Ai i cili krijesën njerëzore e ka përsosur dhe e ka bërë që të jetë krijesa më madhështore. Dëshmia më e fuqishme e ekzistencës së tij. Dëshmia më e drejtë për drejtë e ekzistencës së jetës së përtejme. Dëshmia më e fuqishme e asaj se një ditë do të japim llogari para madhërisë së tij. Unë sot me lejen e të Madhit Zot kam përzgjedhur të flas për një prej çështjeve të rëndësishme në jetën e njeriu, e në veçantë në jetën e besimtarit. Duke qenë se jemi në çast të gëzimi, në çast të kënaqësie, në çaste festimi, tema që kam përzgjedhur ta trajtoj me lejen e Allahut Mëdhërisëm është kënaqu me jetën tënde. Nuk ka më mirë se sa të kënaqesh me jetën me të cilën Zoti i Madhërisëm të ka nderuar. Por që të kënaqesh me jetën duhet dish ta bësh një gjë të tillë. Jo çdo kush që mendon se është duke u kënaqur me jetën e bën një gjë të tillë. Nga se një gjë e tillë kërkon njohuri. Njohuri bazike, duke filluar nga njohja e qëllimit të jetës. Pastaj duke i njohur shkaqet që na mundsojnë të kënaqurit me jetën. Në perspektivën islame, jeta nuk është thjesht një mirësi, por është një dhuratë e çmuar e Zotit Madhërisëm për ne. Dhe për aq sa kjo dhuratë është e madhe dhe ngërthen në vetvete madhështi, për aq ka edhe përgjegjësi. Pra çdo mirësi me të cilën Zoti neve na nderon dhe na begaton, përkitazi me madhështinë e asaj mirësie, ekziston edhe përgjegjësia e ruajtjes së saj, e përdorimit të saj dhe e dorëzimit të saj në ditën e dorëzimit të emaneteve. Andaj para se gjithash, feja jonë e bukur na tregon madje qartazi dhe prerëzi se përse jetojmë. Nga se mirësia e jetës është mirësia kryesore. Neve fillimisht Allahu na ka dhënë jetën, pastaj na ka mësuar besimin, pastaj na ka ngarkuar me përgjegjësi. Pra mirësia e jetës është mirësia më e madhe që ekziston. Njëherët është edhe përgjegjësia më e madhe. Dhe Zotit i takon që të na sqarojë neve se përse jetojmë. Nuk përkon me Zotin e Madhërisëm që të na lënë në jetën e kësaj bote si të braktisur, pa na informu se përse kemi ardhur këtu, se kush është qëllimi, se çfarë do të veprojmë, se çfarë përgjegjësi kemi dhe çfarë do të ndodhë me neve pasi ta përfundojmë misionin dhe rolin në jetën e kësaj bote. Andaj prej drejtësisë absolute të tij është që të na sqarojë këtë rrugë dhe këtë qëllim.
E Allahu qartazi tregon Kur'an se përse jetojmë. Duke thënë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thot Allahu në Kur'an, unë nuk I kam krijuar e gjinët dhe njerëzit për gjë tjetër përpos që të më adhurojnë mua. Pra qëllimi I ardhjes son në jetën e kësaj bote është adhurimi I Allahut. Që do të thotë, shkaku kryesor I të kënaqurit me jetën e kësaj bote është adhurimi I Zotit. Në qoftë se nuk e manifestojmë adhurimin ndaj Zotit si duhet dhe sa kërkohet, nuk mund të kënaqemi me jetën realisht. Sado që dikush mund të mendojë se është duke u kënaqur me jetën. Por nuk është një gjë e tillë kësaj. Jeta shijohet, ëmbëlsia e saj përjetohet atëherë kur përmbushen kriteret e përcaktuara nga krijuesi I jetës, nga Zoti I Madhërisëm, jo nga ne, jo nga teket tona, nga paramendimet tona, apo nga ato që ne mendojmë se janë prej kushteve apo prej kritereve të kënaqurit me jetën e kësaj bote. Krahas adhurimit të Allahut është edhe një përgjegjësi tjetër. Ajo e realizimit të mëkëmësisë në tokë. Zoti nuk na ka sjellur kot në jetën e kësaj bote. Qëllimi është adhurimi, ndërka që roli dhe misioni është mëkëmësia, që autoritetin me të cilin Zoti neve na ka ndëruar si krijesa njerëzore na duhet përpos që me e kuptu përgjegjësinë reale të këtij autoriteti, duhet edhe me e zbatu atë, me apliku, edhe si individ, edhe si shoqëri njerëzore. Prandaj Allahu I Madhërisëm tregon se ne duhet ta ndërtojmë këtë jetë, duhet ta ndërtojmë këtë tokë. Si thot Allahu në Kur'anin famadh, huwa alladhi ansha'akum fiha, huwa alladhi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Është Allahu ai I cili juve ju ka sjellur në këtë tokë për ta ndërtuar atë, për ta zhvilluar jetën tuaj. Dhe kjo është një prej shkaqeve që realisht e mundson të kënaqurit me jetën e kësaj bote. Në qoftë se nuk e përmbushim adhurimin ndaj Allahut, dhe në qoftë se nuk e luajmë rolin dhe misionin e duhur në këtë tokë, atëherë nuk ka mundësi që të kënaqemi me jetën e kësaj bote. Pejgamberi jon I dashur na ka treguar se një prej gjërave që më shumë t'i mashtrohen njerëzit është mos shfrytëzimi I jetës tyre, apo keq përdorimi I jetës tyre. Kur dikush e keq përdor jetën, s'ka se si të kënaqet me të. Por kur dikush e mirë përdor jetën, atëherë askush nuk mund t'ia kalojë në përjetimin e kënaqësisë së jetës së kësaj bote. Prandaj na ka treguar se 5 gjëra duhet t'i shfrytëzojmë para se të na vinë 5 tjera. E fundit për tyre që e përmend si përgjithësues është wa hayataka qabla mautik. Shfrytëzoje jetën para se me të ardhë vdekja. Shfrytëzimi I jetës nënkupton zbatimin e asaj që Zoti na ka urdhëruar, nënkupton që krahas përgjegjësive strikte që I kemi edhe të argëtohemi, edhe të shetisim, edhe të festojmë, edhe të zbavitemi, por çdo herë konform urdhrave të Zotit Madhërisëm. Nga se ne jemi në garë, në jetën e kësaj bote jemi në garë. Ashtu siç mund të jetë në garë një sportist, në olimpiadë apo diku tjetër. Respektimi I rregullave të garimit do të thotë disiplinim I vetvetes, edukim I vetvetes në përmbushjen e përgjegjësive të garimit. Në qoftë se nuk respektohen rregullat e garimit, atëherë nuk arritet çmimi. Ose mund të dështojmë në mes të rrugës. Ose mund të arrijmë në fund, por do të jemi diku ka fundi I listës së fituesve. Pra sa më shumë që tregohemi vigjilent dhe të kujdesshëm në respektimin e rregullave të një gare të caktuar, aq më kandidat pretendet bëhemi që të jemi prej atyre që do të shpërblehen me çmimet më të larta. Nëse kjo është për garat më të thjeshta të jetës kësaj bote, si është fjala me tërë jetën, e cila është garën vetvete.
e cila realisht i jep kuptim çdo gare e tjetër. Pra duhet respektohen rregullat, nga se respektimi i rregullave të jetës së kësaj bote do të thotë garantim i arritjes së shpërblimit më të madh, e që është xheneti. Para se gjithash, duhet ta zbërthejmë se çfarë do të thotë kënaqësi reale në jetën e kësaj bote. Kënaqësia reale në jetën e kësaj bote nuk lidhet domosdoshmërisht me pasuri, me poste, me jetë luksoze, sepse Islami na mëson diçka përtej kësaj. Islami na mëson vlerat përtej materiale. Më shumë e vërtet që jeta njerëzore karakterizohet edhe me aspektin material. Por, a përfundon me të? Absolutisht jo. Vetë ne jemi dëshmi asaj se një gjë e tillë nuk është e vërtetë, sepse është e pa kompletuar, është e pa përsosur. Nga se krijesa njerëzore përbëhet nga dy komponente, nga ai shpirtëror, spiritual, dhe nga ai trupor, material. Ashtu si trupi njeriu, aspekti material i kërkon përgjegjësitë e veta, i kërkon nevojat e veta, po ashtu edhe aspekti shpirtëror. Madje aspekti shpirtëror paraprin në kërkimin e përgjegjësive dhe të nevojave. Sepse trupi ynë realisht ka vlerë atëherë kur shpirti është ekzistent. Trupi ynë gjallërohet atëherë kur shpirti gjallërohet. Trupi ynë zbukurohet atëherë kur shpirti ynë zbukurohet. Pra çdo gjë kalon fillimisht përmes shpirtit, pastaj përsoset edhe nga kjo uniform materiale që quhet trup. Prandaj ne kemi për detyrë që t'i përmbushim disa përgjegjësi shpirtërore dhe duhet ta fuqizojmë bindjen në krijuesin e shpirtit dhe të trupit njerëzor. Allah thënë në Kur'an: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Ata që kanë besuar dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut. Andaj thot, kini kujdes, zemrat qetësohen vetëm me përmendjen e Zotit. Allahu shumë thjesht edhe shumë qartë po e sqaron një realitet që shumica prej nesh po e harrojmë. Atë se zemra e njeriut nuk mund të kënaqet vetëm se duke e realizuar lidhjen mes kësaj zemre dhe mes krijuesit saj. Zemra e njeriut nuk mund përjetojë lumturi vetëm se kur lidhet me krijuesin e vet. Prandaj sa më shumë që e përmendim Allahun, duke i kryer obligimet tona, pra ritualet obligative, pastaj edhe duke i përsos ato me rituale vullnetare, nëse veprojmë kësaj, do të kënaqemi në jetë. Prandaj shumica e atyre njerëzve që kanë pasuri, por që zemrat nuk i kanë të lidhura me Zotin e tyre, nuk janë të lumtura. Shumica e njerëzve të famshëm që janë të afirmuar në shoqëri, pothuajse të gjithë i njohin, por nëse zemrat e tyre nuk i kanë të lidhura me krijuesin absolut gjithësisë, ato nuk janë të lumtura. Pra njerëzit më të palumtur janë ata që janë të famshëm edhe janë të pasur. Kjo është me statistika sociale globale. Nuk janë ata të cilët zemrat i kanë të lidhura me krijuesin e tyre, ndonse mund të jenë të varfër. Prandaj shumica e njerëzve në botë që janë realisht lumtur janë të varfër, nuk janë të pasur. Që i bie, gjërat materiale të jetës kësaj bote janë vetëm mjet që neve na e lehtësojnë jetesën, na lehtësojnë edhe arritjen e lumturisë, por nuk e garantojnë atë. Ajo që e garanton lumturinë në jetën e kësaj bote, edhe që na mundson ta përjetojmë kënaqësinë reale të jetës së kësaj bote, është pikërisht lidhja e zemrave me krijuesit e tyre. Nga se këto zemra janë krijuar për ta besuar Allahun, për ta adhuruar Allahun. Dhe nuk ushqejnë këto zemra vetëm se me ushqimet e përcaktuara nga vetë Zoti. Kush e njeh më mirë realitetin e zemrës se sa krijuesi i saj? Kush e njeh më mirë realitetin e këtij aseti se sa krijuesi i saj? Askush. E nëse krijesat njerëzore, që Zoti i quajnë edhe krijues në aspektin njerëzor, Fetebarakallahu ahsanul khaliqin, i madhëruar është Allahu më i miri krijues. Shpreha më i miri krijues
E nënkupton faktin që pas ka dhe krijues të tjerë, por në kuptimin njerëzor, njerëzit janë krijues. Ai që e ka shpik telefonin, është krijues i këtij telefoni. Ai që e ka shpik kamerën, është krijues i kamerës. Por kush është dallimi mes krijuesve njerëzor edhe atij hynor? Është se Allahu krijon nga hiçi, ndërkaq njerëzit nuk mund të krijojnë nga hiçi. Duhet detyrimisht ta kenë lëndën e parë. Drurin, hekurin, gurin, ujin e kështu me radhë. Ndërkaq Allahu thot kun feyekun, bëhu edhe bëhet. Prandaj është Zot. E Allahu thot për vetveten e tij, ai është më i miri krijues sepse ai kur krijon përsos. Ndërkaq njerëzit kur krijojnë nuk përsosin. Çfarëdo që të krijojë njeriu detyrimisht do të ketë mangësi në atë që ka krijuar. Sado e bukur që duket, sado joshëse e kështu me radhë, megjithatë e ka një dobësi diku. Prandaj çdo herë shkojnë sipas avancimit. Gjërat avancojnë, ndryshojnë, modifikohen. Por përsosmëria nuk mund të arrihet kurrë. Nga se vetë krijesa njerëzore, burimi i kësaj krijimtarie nuk është i përsosur. Njeriu nuk është i përsosur. Prandaj nuk mund të arrijë përsosmërinë, perfeksionin. Vetëm Allahu e arrin atë. Dhe Allahu tregon se zemrat e besimtarëve kënaqen. Dhe kësaj Allahu realisht neve na sqaron dhe na zbërthen se çfarë do të thotë të kënaqesh me jetën tënde. Nuk është ajo që mendojnë disa njerëz se të kënaqesh me jetën është që të hash, të pish, të ushqesh, të qivzosh, edhe të vdesësh një ditë. Nuk është kjo. Por që gjitha këtyre t'u japësh kuptim. Dhe ne u japim kuptim kënaqësive të kufizuar atjetës kësaj bote vetëm atëherë kur i ndërtojmë mbi besim në Zotin e Madhërisëm. Pejgamberi Allahut ka thënë lejse l'ghina an kathrati al-arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. Pasuria nuk është në bollokun e sendeve, të kesh shumë. Por pasuria reale dhe vërtet është në pasurinë e shpirtit. I pasur është ai i cili ka shpirt të pasur. Jo gjepa të pasura. Jo xhirollogari të pasura. Ato quhen pasuri materiale, por realisht i pasur, i cili i jep kuptim edhe pasurive materiale, është ai i cili në shpirt është i pasur. Sa njeriu ka fuqi materiale, ka pushtet e autoritet, por e përdor atë në ligësi. E përdor për shkatrimin e njerëzve. Sepse në shpirtin e tij nuk ka pasuri. Por sa njeriu ndonë se ka pak, por në shpirtin e tij është i pasur, ju bën dobi njerëzve. Me një fjalë goje, zgjidh probleme, pajton njerëz, marton njerëz, parandalon gjaqe, ndalon vrasje, e shumë dobi tjera. Sa njeriu me pak para gëzon familje, me një zeqat dikund, me një sadaka vullnetare dikund. Sa njeriu me pak ndihmë fizike ndihmon njerëz, me përkrahje morale e kështu me radhë. Pra duhet fillimisht të jesh i pasur në shpirt për të pasur kënaqësi në jetën e kësaj bote. Dhe kjo tregon se kënaqësia e jetës është një gjendje e brendshme para se të jetë e jashtme. Unë do t'i përmend disa prej shkaqeve kryesore që neve na mundsojnë më u kënaq me jetën. E para prej tyre, sikurse e përmenda, paraprakisht dhe përgjithsisht është besimi në Allahun e plotfuqishëm. Por besimi në Zotin nuk duhet të jetë i nivelit të ulët, nuk duhet të jetë thjesht fillestar. Ai fillon me nivel fillestar, por ai duhet kultivohet, duhet vazhdohet, duhet ushqehet besimi. Nga si jemi njerëz që gabojmë, jemi njerëz që ndikohemi nga rrethonat e jetës. Çdo gjë që na rrethon, qoftë e mirë apo e keqe, do të reflektojë tek ne. Nëse nuk kemi besim të fuqishëm, do të ndikohemi. Për këtë arsye, prej shkaqeve kryesore që garanton besim të fuqishëm është besimi në caktimin e Allahut, besimi në kader të Zotit. Dhe askush më mirë se sa Islami nuk e sqaron një gjë të tillë. Prandaj askush më mirë se sa muslimanët nuk kënaqen me jetën e kësaj bote.
A i ke pa disa musliman, ndoshta hiç kur gjo nuk ka një jetë. Ama e ka besimin e fuqishëm në caktimin e Allahut. E sprovon Zotin familje, e sprovon Zotin pasuri, edhe prap qëndron. Shikoni bota tash po mahnitet me durimin dhe përkushtimin e palestinezëve në Palestinë. Ndonë se janë duke përjetu gjenocid. Pra nuk bëhet fjalë me avra burrat, ushtarët, po me avra gratë, fëmijët, pleqte, foshnjët e sa po lindura. Edhe dalin nanat muslimane dhe thonë, ne jemi të Allah dhe i do të kthehemi. 6 djemë për i varos baba, për ja falë gjenazën dhe për dele dhe për jep moral botës se si du të me duru. Wallahi, të su me banë askush për pos ati që ka iman të fort. Për dallim për disave në Evropë, 6 miliardi ka në kontën e bankës, lunë pak bursa atje, 1 miliardi hup shkon bën vetvrasje. Edhe 5 tjera që i ka haron. Po hajde ky bile për pare ka bo vetvrasje. Po hajde një që për qene për maca bën vetvrasje. I ka hup qeni, ose e ka gjetë ngordhur, shkon e bën vetvrasje. S'ka kur far lidhje me krijuesin. Ose lidhja e tyre me krijuesin nuk e te i kalon në nivelin teorik. Është vetëm teori. Përjetim, praktik, s'ka të këta. Muslimanit ketë ja merë Zoti, edhe i thotë elhamdulillah. Pse? Çdo gjë është e tij. Qysh dhe ka dhonë ta merë. Lillahi ma akhadh wa lahu ma ata. Wa kullu shay'in 'indahu li ajalin musamma. Sa bukur e ka zbërthy pejgamberi Allahut. Kur i ka vdek Ibrahimi, djali i tij, i dytë, 2 vjeçar, i ka përngjash shumë, e ka përjetu me mërzit thellë vdekjen e djalit të tij, se e ka dashur çdo prind lidhet, edhe pejgamberi Allahut është njeri edhe ka qenë i lidhur me fëmijët e tij. E sprovon Allahu, i vdes Ibrahimi, e varros, edhe i lëton syri. Çuditën disa sahabë pejgamberi Allahut po qanë që po i vdes djali. Thot, syri lëton, zemra pikëllohet, por ne nuk themi diçka me cilën Zoti nuk është i kënaqur. Pastaj e përsos thënien e tij dhe thot, lillahi ma akhadh, Allahut i takon ajo çka e ka marr. Wa lahu ma ata, edhe ajo çka e ka dhënë para se me marr. E tija ka qenë kur s'ma ka dhënë. E tija është edhe kur ma ka dhënë. Edhe e tija është kur e merr. Edhe çdo gjë thot e ka afatin e caktuar. Evlad, po një ditë ta merr Zoti qysh ta ka dhënë. Pasuri, ta merr Zoti qysh ta ka dhënë. Sepse çdo gjë është e tija. Prandaj ne themi, kur na ka plon një fatkeqësi, çka na mëson Allahu me thonë? Cilën qasje na mëson me përdor? Me thonë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut, edhe tek ai do të kthehemi. Nuk ka qasje më të mrekullueshme në raport me Zotin se sa me thonë kësaj. Kjo fjali është formulë jetësore. Inna lillah, ne jemi të Allahut. Dhe tek ai do të kthehemi. Ne jemi të Allahut sepse çdo gjë e kemi prej tij. Jetën tonë prej ku e kemi? Prej Zotit. Familjen prej Zotit, pasurinë prej Zotit, mendjen prej Zotit. Çdo gjë e kemi prej tij. Prandaj ne e dimë se në momentin që Zoti na i merr këto mirësi, ka urtësi aty. Nuk i merr Zoti kot. Sikur se nuk i ka dhënë kot, edhe nuk i merr kot. Ama për shkak se njeriu ka prirje me u lidh me gjanat që i posedon, edhe që i disponon, ndodh që për shkak të dobësisë e imanit me harron një fakt tillë. Edhe mërzitet sa nuk duhet. E tepron mërzi. Derisa e prish mendimin për Zotin e tij. Pse be Zot ma more e vladin? Kjo është prishje mendimit për Allah. Se nuk mundesh ti me dashur e vladin tënd më shumë se sa Zoti që ta ka dhënë. As mush me qenë më i mëshirshëm se sa Zoti. As më i kujdesshëm. As më shpërblyes. Absolutisht jo. S'mujna na me qenë. Prandaj Allahu i madhrishëm tregon se për me shiju jetën, për me u kënaqur me jetën, duhet mu pajtu me caktimin e Allahut. Sepse kjo na bën të fuqishëm në orientimin ton gjatë rrugtimit drejt madhërisë së tij. Dhe Allahu na mëson kësaj: "Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana." Thuaju të gjithëve o Muhammed, çdo njeriu tregoi qartazi dhe prerazi se nuk ka mundësi me na godit diçka në jetën tonë
vetëm se ajo çka është shkruar me ndodh. A shkruar me ndodh, s'ka kush që e ndal. A shkruar mos me ndodh, s'ka kush që mundet me bë me ndodh. I ka caktuar Zoti i gjanat. Rufiat al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Janë ngrit lapsat edhe janë tharë fletët. Çdo gjë ka mbaru. Prej shkaqeve të drejtë për drejta që na mundsojnë neve me u kënaq me jetën tonë është falja e namazit. Nga se namazi është komunikim i drejtë për drejtë me krijuesin absolut gjithësisë. Pa namaz të plot, të rregullt, nuk mund të ketë kënaqësi reale në jetën e kësaj bote. Për aq sa kemi hise në namaz, për aq kemi kënaqësi në jetë. Sepse namazi çfarë është? Namazi është komunikim me Zotin e gjithësisë. Ne kur falemi, nuk i bëjmë thjesht lëvizjet mekanike të një rituali të caktuar, po komunikojmë me Zotin. Prandaj e themi elhamin, alhamdulillahi rabbil alamin, që realisht edhe Allah e ka sqaruar në hadith kutsi se çka është elhami, bashkëbisedim me Allah. Kur robi thotë alhamdulillahi rabbil alamin, lavdi takon Zotit botëve, Allahu përgjigjet, edhe thotë me lavdëroj, me falenderoj robim deri në fund të ajeteve. Por secilin ajet surës al-Fatiha, Allahu jep përgjigje, në shenjë nderimi për neve, edhe në shenjë pranimi të lutjeve të kërkesave tona. Këtë nder, këtë privilegj Zoti ja ka dhënë besimtarët. Prandaj ata që falen rregullisht janë çdo herë njerëzit që më shumë t'i kënaqen në jetë. Edhe përjetojnë lumturinë reale në jetën e kësaj bote. Pa ma parasysh se çfarë posedojnë, shumë apo pak. Sepse na përmendëm në fillim që çdo gjë ka vlerë atë kur ndërtohet mbi realizimin e qëllimit të jetës. Allahu e ka urdhëruar pejgamberin Allahut kësaj përmes ajetit Kuranit wa aqimis salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, edhe falë namazin o Muhammed, edhe gjithë ata që të pasojnë ty, nga se namazi largon nga të këqijat dhe nga të shëmtuarat. Çdo gjë që mund ta cenoj lumturinë në jetën e kësaj bote, kënaqësinë dhe përjetimin e kënaqësisë së jetës së kësaj bote, namazi e pengon atë. Namazi i sinqert, namazi për Allah. Nëse nuk falemi sinqerisht, atëherë nuk mund ta përjetojmë lumturinë reale në jetën e kësaj bote. Nga se çdo ibadet i ka kriteret e veta. Sikurse namazi, agjërimi, zakati dhe çdo gjë tjetër. Përmbushja e kritereve të një rituali mundson arritjen e kënaqësisë, të lumturisë në jetën e kësaj bote. Pastaj mbështetja tevekuli në Zotin e plotfuqishëm. Duhet të mbështetemi Allahut në çdo rrethon jetësore. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Allahu thot, kushdo që i mbështetet Allahut, kë i mjafton atij. Çdo gjë në jetën e kësaj bote që mund ta posedojmë, i përdorim ato duke u mbështetur Zotit gjithësisë, atij që na i ka dhënë. Mbështetja në Allahun e Madhërisëm, në çdo rrethon jetësore, si të pikëllimit, si të gëzimit, si të luftës apo të paqes, të vështirësisë apo të lehtësisë. Kjo mundson me u kënaqë me jetën. Prandaj njerëzit më të sprovuar kanë qenë pejgamberët e Allahut, por edhe njerëzit më të lumtur kanë qenë pejgamberët e Allahut. Pse kanë qenë njerëzit më të lumtur? Për shkak se i kanë zbatuar më së miri kriteret bazike të arritjes së lumturisë në jetën e kësaj bote, sikurse po i tregojmë ne. Dhe e katërta me radhë për shkaqeve që na mundson me u kënaqë me jetën është shoqëria e mirë, me pas shoqëni të mirë, me pas shok të mirë. Shok të mirë sipas asaj që Zoti e vlerëson, jo sipas asaj që ne mendojmë. Shok i mirë në Islam është ai që e ka frikë Zotin, ai që e beson Allahun, ai që është i ndershëm në fjalë dhe në vepra, ai që i zbaton përgjegjësitë e tij karshi Zotit, pastaj edhe karshi njerëzve. Aq shumë rëndësi ka shoku në jetën e kësaj bote, sa që Allahu njeriu e ka quajtur insan dhe një prej kuptimeve të këtij termi është qenie sociale. S'ka mundësi njeriu me dash vetmin. Nuk e don vetmin njeriu. Ai që e don vetmin ka probleme. Prandaj dietarët e psikologjisë, njerëzit që rrinë vet, me njëherë i marrin edhe i trajtojnë, edhe zakonisht ata gjykohen me depresion. Edhe feja nuk e don vetmin. Bile është në kundërshtim me praktikën, me traditën pejgamberike që dikush mu vetmu veç vet. Se
djalli i mallkum i don që ta çka vetmohen vet. Ta çka rrin veç tjerëve. Ta i ka shumë marak. Se shkon atje dhe i cyt me një, ju jep mendimet, këshia për atë, për këtë, për jetën, për atë. Edhe fillon pastaj ja mbjell bindjen se ti je i dështuar, e demoralizon, pe demoralizimit pastaj e çon depresion. Pe depresionit nëse nuk i bjerë mas vetës, ai mund të dhe të çmendet. Pra vetmia në Islam nuk është e preferuar. Ne jemi qenie sociale, duhet mu socializu me njerëz, po duhet me i përzgjedh shokët, se kjo ka shumë rëndësi. Aq sa pejgamberi Allah kur e vlerëson këtë çështje dhe e definon atë, thot el mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut të tij. Falyanzur ahadukum man yukhalil, andaj le të shikoj çdo kush për ju se kë po e merr për shok ngushtë. Khalil në terminologjinë islame quhet shoku i ngushtë. Sadiq është çdo shok, ama Khalil është ai ngushti. Prandaj Allahu Ibrahimin e Selam e ka quajtur Khalil, mik të ngushtë. Qofse i marrim për miq të ngushtë, njerëzit që nuk e besojnë Allahun si duhet, atëherë nuk kemi kapur për shoqëri të fortë. Aq ka ndikim të drejtë për drejtë, shpejtë, madje edhe të thellë shoqëria, sa që mundet me qitë edhe për fesë Zotit. Prandaj ka thonë njeriu është në fenë e shokut të tij. Në shumë raste ne hapemi me shoqërinë tonë, i diskutojmë gjanat ndoshta më të rëndësishme të jetës, që ndoshta nuk i diskutojmë as me familjarët tonë. Dikush për shkak se nuk don me i mërzit, e dikush tjetër për shkak se mendon se familja nuk po më kupton. Edhe qelemi me shoqëni, hapemi me shoqëni. Vajhalli për atë njeri që është hap me shokun e keq. Që edhe nëse s'ka qëllim të keq, ai s'din me këshillu. E këshillon gabimisht, e merr në qafë. Sa shoku i keq e ka deviju shokun e mirë. Në vend se me uzu shoku i mirë, shokun e keq, e ka deviju shoku i keq, shokun e mirë. Për shkak që sa i lidhje të ngushtë. Por dhe sa shoku i mirë e ka orientu për uzim shokun e keq. Për shkak që sa i lidhje të fuqishme. Ekzistojnë disa keqkuptime rreth jetës. E para është se disa mendojnë se Islami është kundër kënaqësisë në jetën e kësaj bote. Është e pavërtetë. Madje askush nuk thret për më kënaq me jetën më shumë se sa Islami. Por edhe askush nuk thret për më kënaq me jetën më mirë se sa Islami. Dhe këtu është diferenca mes Islamit dhe doktrinave, dogmave edhe feve tjera. Se Islami ta sqaron ty realisht çështjen e kënaqësisë me jetën e kësaj bote. Islami thotë ti nuk mundesh me u kënaq çysh don vet këtë jetë. Se ti nuk e ke kriju këtë jetë. Ti nuk mundesh me imponu kritere në jetën e kësaj bote, se ti nuk je i forti, ti je i dobti. Dhe këto njerëz s'po mundet me kuptu. Njeriu po mendon që është i forti i dynjas. A para mendoj e çaq është i fortë njeriu, më thonë sa pulsin e vet nuk është në gjendje me kontrollu. Me një shkon e matë saturimin të mjeku, si ti lunë pak atje. Pa edhe be ti je i fuqishëm i botës, ti çysha ke bën? Qyri ku e ka avancu shkencën, tash kem rrinë edhe në Mars atje. Në Hanës bëhet fjalë, po edhe në Mars ke shku. Hajt, a je i fortë ti? Jo valla, si jam i fortë. Prandaj s'mundesh ti me imponu kritere, kushte miqit Zotit, s'mundesh. Krejt na mu bo bashk, prej Ademit a.s. deri te njeriu i fundit, s'mujna miqit kushte Zotit. Që na s'jemi të fortit, Zoti është i fortë. Na s'po mujna për diçka të thjesht në jetën e kësaj bote miqit kushte dikuj. A mujtëm miqit kushte Bashkimit Evropian po më na lën me hyn në Evropë. Megjithëse Allah s'na ka lënë me hyn, po më na liberalizu çeto vize, s'mujtëm na miqit kushte. Ata na i kanë qit kushte, edhe pse padrejtisht na i kanë qit disa kushte. Pa i fortit çet kushte. Po Allah kur ti çet kushtet e drejta. Se Allah nuk është zullumçar, nuk bën padrejti. Prandaj Islami tregon se si duhet më kënaq me jetën. Edhe e para që na thot është se duhet me i shfrytzu mirësitë dhe kënaqësitë e jetës së kësaj bote. Madje Allahu përmes një ajeti të Kuranit i çordon një të ashpër ata që nuk i lejojnë njerëzit më kënaq me hallallat që Zoti i ka lënë këtë botë. Thot قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Thuaj, kush i ka ndalu zbukurimet, stolit,
që Allahu i Madhërisëm i ka përcaktu në jetën e kësaj bote, edhe ushqimet e mira. Kush guxon me i thon dikuj mos e ha hallalin? Kush guxon? Ama dhe kush guxon me i thon dikuj haja haramin? Nuk guxon, se s'ka drejt. Se na nuk kemi ata që i përcaktojmë hallalat edhe haramet, është Zoti. Edhe Zoti i ka përcaktuar shumë mirë. Prej qindra lloje mishrash, një mish të ka bo haram. Mishin e derrit, sepse është ndam për ty. Nuk i hajnë ato që janë halal, shkojnë te mishi i derrit, që aty ju ka met. Prej qindra e mira madje, llojeve të pijeve, alkoolin të ka bo haram, se të bën dëm. Ta shkatron mendjen, ta shkatron jetën, që aty i jetë insanit maraku me shku edhe me pi. Apo shini sa i dopt është njeriu. Çaj njeri që mendon që është më i fuqishëm i kësaj gjësie. Sa që çaj i fuqishëm sa ata thotë edhe s'ka Zot. Zoti thotë është mendja ime, aftësia ime. I forti nuk fle. I forti nuk smuhet. I forti nuk plagështohet. Prandaj fuqia e vetme edhe e përsosur absolute i përket Allahut Madhërisëm, i cili as nuk fle, as nuk smuhet, as nuk plagështohet. Mendimi se kënaqësia është vetëm materiale, këtë e sqaruam përgjithsisht, por nuk bëmë me mendu që kënaqësia është vetëm përmbushja e aspektit material. Pa e përmbush aspektin spiritual, atë shpirtëror nuk mundesh me qenë i lumtur në jetën e kësaj bote. Prandaj pejgamberi Allahut na ka treguar që njeriu besimtari ka mos provu edhe me fatkeqësi, me sprova, por edhe ka mu gëzu e ka mu nderu me mirësi. Për këtë arsye na ka mësuar rrugën se si duhet me i pranu edhe fatkeqësit, edhe mirësit njëtë, edhe si duhet me i trajtu ato. Nëse Allahu na jep ndonjë mirësi, çka duhet me bëna? Me falendëru Allahun. Jo me thonë unë e kam bë, po me thonë elhamdulillah Zoti më mësoi, se çdo gjë e kemi për Zotin. Jo me thonë unë me djersën time, me mundin tim e kam arrit këtë karrierë, këtë pasuri, se ja paskuj, me konsideru vetën si ma i miri botës. Po me thonë, o Zot, çdo gjë e kam prej teje. Unë është e vërtet që unë po e bëj mundin, por bereqetin e kam prej teje. Unë thjesht po i përmbush shkaqet që ti ke përcaktuar të suksesit. Se pa u angazhu njeriu nuk vjen asnjë sukses. Zoti ka thënë kështu. Është për ligjeve të Zotit tokë. Por kush e jep suksesin? Allahu. Kush na dha imagjinatën, kreativitetin, fuqinë, shëndetin? Është Allahu. Gjithat pushtet që mund ta kemi arrit, momentin që na hub mendja, çmendemi Zotin na ruajt, s'vlen më asgjë për neve. Ose na kaplon ndonjë smundje tjetër. Qysh kishton një plak i sprovum. Kishton sa isha i shëndosh, gjithë kohën time, edhe trupin tim e shfrytëzova për pasuri. E tash kur u smura, gjithë kohën time edhe pasurin time, po e shfrytëzoj për shëndet. Mi kuptu prioritetet e jetës, qëllimet e jetës. Ndërkaq nëse kaplomi me ndonjë fatkeqësi, na godet Zoti, na sprovon Zoti, cila është qasja? Durimi, me duru. Mos me prish mendimin për Allah, mos me prish zemrën për Allah. Nëse Allahu t'i ka dhënë 30 vjet, 50 vjet të shëndetshme, edhe të ka sprovuar mas 30 vite apo 50 vite, s'bën më korrit me Zotin, me njëherë më ndërzu. Po do të më thonë elhamdulillah o Zot për vitet e shëndetshme që mi dhe, e këtë sprovë ma ke çu për një hajër, për një mirësi, ose do të mi pastrosh gjunat e mia, që unë i di dhe që si di, ose kemi ngrit gradën më të lartë të xhenetit. Nga se sprova nuk vije vetëm se për dy mirësi, ose me na ngrit, je i devotshëm, Allahu do më ngrit hala, ose për shkak gjunave, Allahu do më na pastru. Kësaj vin sprovat. Si të kënaqemi me jetën, do të mundohemi që ta ilustrojmë përmes asaj që pejgamberi Allahut edhe na ka mësuar, po edhe e ka praktikuar. Për shembull, ai ka jetuar jetë thjesht, por ka qenë i kënaqur me atë që Zoti i ka dhënë. Madje neve na ka mësuar dhe na ka treguar se lumturia reale qëndron në të kënaqurit me atë që Zoti ka dhënë për ty. Prej pasurisë, familjes, shëndetit dhe çdo gjë që ne mund ta kemi në jetë. Prandaj thot irda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas, kënaqu me atë që Zoti ta ka dhënë ty, do të jesh njeriu më i pasur, njeriu më i lumtur, njeriu që do të kënaqet më shumë me jetën e kësaj bote. Ku ka gjetë kënaqësinë më shumë ti pejgamberi Allahut? Ku e ka gjetë?
Në pasuri materiale, jo. Prandaj nuk ka vdek si i pasur. Ka vdek si i varfër. Vetëm një gjybe, një mantel e kalon pas vetës, që e ka dash mas shumëti, edhe një parzmore ushtarake. Kaq kalon mas vetës, kur gjë tjetër. Lider, nuk një historia njerëzimit lider më të fuqishëm. Sa pasuria i ka arë në përdur, kreti ka shpërnda. Kreti ka dhonë për i të Zotën. Sa aty se ka gjithë knaqësin. Ku e ka gjithë knaqësin? Ka thonë, u e gjurë i letë kurratu aini fi salat. Knaqësia më është dhënë në namaz. Aty e ka përjetu knaqësin. Kur është lidhë me Zotin, kur ka komuniku me Zotin, kur i është përgjëru Zotin, që aty e ka gjithë knaqësin. Edhe na e keni pa, kur jemi në disa raste, zakonisht kjo ndodhë kur sprovohemi, edhe i kthemi Allahut. Çfarë knaqësie ndjejmë kur i lutemi Zotit, o Zot, mjep, o Allah shërom, o Allah bën mazgjidhje. Sidomos pas vështirësisë kur vije lehtësimi, pas mundit madh kur vije suksesi, a ka knaqësi më të madhe se sa çaj përjetim s'ka. Pejgamberi Allahut gjithë jetën e ka pasur si përjetim, sa ai s'ukon musliman i zorit. Që jemi na. Nuk ka musliman i zorit që veç kur i ka ardhur zori, e ka kujtu Zotin. Aman be Zot tash ndihmon me jepë me o Zot, veç për kësaj krize nxirrem se unë kam u bë më i mirë. Si del pi krizës, bëhet edhe më i keq. E harron, me njëherë harron. E te pejgamberi Allahut s'ka pas kështu. Ai çdo herë ka qenë i lidhur me Allahun. Çdo herë ka përjetuar kënaqësinë në ibadete. Edhe nëse i kanë ardhur krizat jetësore, që ka qenë krejtësisht normale, sa më i mirë të jesh, sa më i devotshëm që të jesh, aq më shumë sprova do të kesh. Ai vetëm se është thellur në përjetimin e kësaj kënaqësie. Është ngritë edhe më tepër, është kualifikuar. Edhe i ka falendëruar Allahun e Madhërisëm. Ebu Bekri radiallahu anhu, khalifja i parë pas pejgamberit Allah, ka jetu me besim të thellë. Ka qenë gjithë një i kënaqur me pak, edhe pse ka qenë prej më të pasurve të Mekës. Është për atyre që gjithë pasurinë e vet e ka sakrifikuar për Allah. Kur gjë s'ka mbet. Kur gjë s'ka mbajt për vete. Pse? Çdo gjë që e japim mbetet. Çdo gjë që e mbajmë tretet. Mos e harroni këtë. Çdo gjë që e japim në rrugt të Allahut, ajo ka më mbet. A çdo gjë që e ndalim për vete, ajo ka më tret. Kur ka ardhur një fukara me i lyp Aishës radiallahu anha, nënës besimtarëve, gruas pejgamberit dashur alayhis salam, me lyp lëmosh. Edhe e ka dhënë një cop mishi. Atëre pejgamberi kur është kthyer në shtëpi dhe ka pyet, a ke kusha, pyeti kusha. Po thot ket. Njëri thot edhe kërkoi. Çka bën ti thot ja dhash një cop mishit, ja dhash çka e patëm. Thot që ato çka e ke dhënë, çajo është e jona. Kto çka e ke nalkë, s'është e jona. Çfarë çfarë çasti ka pas pejgamberi Allahut alayhis salam. Prandaj Ebu Bekri gjithë jetën e ka sakrifikuar për Allah. Pse e ka bënë gjë të tillë? Se që aty ka ndjek kënaqësi. Njeriu i jep për atë që ndjen kënaqësi. Sahabët e nderuar nuk kanë ndjek kënaqësi me çu parën në shëtitje e ku e di se çka, edhe pse ato e kanë vlerën e vet edhe kohën e vet edhe. Po ata kanë ditë mi vlerësu prioritetet. Edhe ai ka investuar në gjëra që e fuqizojnë lidhjen e tyre me Allahun e Madhërisëm. Sa aty e kanë ndi kënaqësinë më të madhe. Omeri, edhe pse lideri i fuqishëm për muslimanëve, madje lideri që më shumë ti ka qeveris, ka udhëheq, më gjatë, mbi 20 vite ka udhëheq Omeri. Shumë vende janë shliruar kohën e tij. Drejtësia në kohën e tij ka qenë e pashembullt. Nuk kanë mbet fukara aty ku ka udhëheq Omeri. Nuk ka pas padrejtësi aty ku ka udhëheq Omeri. Jo vetëm padrejtësi në mesin e komunitetit musliman, jo, por edhe komuniteteve tjera. Qatë shumë e kanë dashur, e kanë respektuar dhe kanë nderuar se edhe kafshët kanë qenë ngopura në kohën e Omerit. E mos flasim për njerëzit. Prandaj ka thënë Omeri radiallahu anhu, nëse kemi nevojë bëhemi durimtar dhe kur kemi begati falenderojmë. E të dyja janë të mira. Ato që e ka thënë pejgamberi Allahut, ky e ka praktikuar në jetë. Kur i ka thënë Zoti një të mirë, ka falenderuar. Kur i ka marrë Zoti diçka për mirësive të tij, ka duruar. 6 hapa konkret duhet me i zbatu, me i apliku një jetë në mënyrë që na me u kënaq me jetën e kësaj bote. 5 minuta i kemi për me fal namazin e Bajramit, po mundona me i përmbledh ato. Ndërton një lidhje të fortë me Allahun përmes namazit dhe dhikrit. 1. Falendero për çdo begati, sado e vogël që të jetë.
shiko më shumë nga ata që kanë më pak se ti, se sa nga ata që kanë më shumë, sepse kjo neve na bën të ruajmë mirësitë që i kemi. Sa herë që i kthehemi gjërave që i kemi, do ta falenderojmë Allahun për ato që i kemi dhe Allah do na jep ato që si kemi. Nuk bën me i kthyer njerëzit për çështjet e dunjas, s'bën me i kthyer ata që kanë më shumë se na. Se mujna mja hub vlerën atyre që i kemi. E për çështjet e ahiretit, për ibadete, duhet çdo me i kthyer ata që janë më lart se na, për më ndiku edhe me u bë si ta. Pastaj rregulloj qëllimin në çdo vepër, para se me bëni vepër, të vogël apo të madhe, vepër të mirë për të rijen jetën. Nga se fokusi kryesor i djallit mallkum është çish me na prish në jetën. Nëse arrim me na prish në jetën, edhe këtë botën me dhon rrugë Zotit kur gjë s'ke bë. Edhe gjithë ditë e gjithë natë mos me hek kujt pisezës. Nëse se ke bë për Allah, kur gjë s'ke bë. Natën më u falë, ditën më agjeru, e këtë pasunin me dhon, nëse se kemi përtri një jetën me bë për Allah, jo për me na thonë dikush sa shumë po jep, e që ky haxhia, e që ky sa bukur po këndon Kur'an, e ai tjetri sa bukur po agjeron, e sa shumë po jep në rrugë Zotit, e ndreshën i xhami, e çitja emin që e kum ndresh këtë xhami, e ndreshën i bunar, e kallzoi këtë botës që e ka qenë i bunar, pastaj çka na mbetet këtu? Dietarë thënë për postë që të mbetet lodhja asgjë s'të mbetet. Thjesht i lodh. Pse? Se kemi rujt një jetën. Ose se kemi nisë sinqerisht për Allah, ose gjatë rrugës se kemi nisë për Allah, po gjatë rrugës ka shejtani na ka shti veten në qef, kemi menduar se kemi bërë diçka dhe kemi filluar me e përmend tek njerëzit. Sa njëri kum ndihmuar, ma kanë kthy me të keqe, ku e di se çka, po nëse e ke bërë për Allah pse do të më përmend? Sahab i kanë fsheh veprat e mira edhe pe grave që mas vështiri është me fsheh pe gruas, se me të ndon shtratin. A besoni që namazin e natës janë çu me fal, tinzisht, mos me pas gruaja në shtrat. Edhe vetëm Allahu më di që ky u çu natën me fal. Disa pjesë natës i kanë specifikuar vetëm për Allahun mos me pas familja. E disa tjera i kanë çu edhe familjen më fal bashkarisht, më mësu namazin e natës, më bë kulturë të përditshme. Ama disa qaste i kanë vetmu vetëm me Allah. Kur ka qajt për Allah, i ka fsheh lotët, mos m'ja pa gruaja, që po qanë për Allah. Që si nivelit sinceriteti kanë pasa. Asot disa për muslimane me ba një punë të vogël, një dynja me rresh. Qa ke ba? Kur gjo, vetëm je lodhë, as gjës të kam betë. Puno dhe vepro me qëllimit pastra, mos u krahaso me tjerë. Nuk kemi na këtu për mu krahasu se kush po bën më shumë e kush po bën më pak. Na jemi për me garu kush më bën më shumë. Fastabiqul khairat. Garoni në mirësi, thot Allahu më dhëshëm. Mirë po mos u krahasoni me tjerë. Pse? Krahasimet nuk janë të mira. Dikush ka mundësi me dhon 1 euro, dikush ka mundësi me dhon 1 milion euro. Mos u krahaso me ato që ka mundësi me dhon 1 milion euro, se pastaj plagështohesh se pas çat euro. Po ti çat mundësi e ke, çata jepe. Ke mundësi me ndihmu dikujt fizikisht, moralisht. Atë bëje, mos thuj unë masi s'po mujmë me ndihmu me parë dikujt, hiç s'po shkoj me marr pjesë as në aktivitete tjera që e karakterizojnë shoqërinë, projekte sociale kështu me radhë. Shko bre se çat aktivitet me dorë, me kam apo me fjalë që e bën, mund të jetë shkak që ti me fitu xhenetin e Allahut. Atë mundësi e ke, atë vepër bëje, mos u krahaso me kërkën tjetër. Gjej kënaqësinë gjërat lejuara, natyrë, në familje, në shërbim ndaj të tjerëve e kështu me radhë. Kultivo faljen për ballimin e vështirësive edhe shpresën për mëshirën e Allahut të plotfuqishëm. 2 shembuj apo 3 po i përmendi pe gjeneratës së ardhë sahabe se si ata e kanë realizuar këtë që po e themi edhe janë kënaqur me jetën e tyre. Selman Farisiu e ka gjetë kënaqësinë përmes kërkimit të së vërtetës. Gjithë jetën e ka kërkuar të vërtetën, derisa ka ardhur në Medinë, se ka qenë pe Persisë, derisa ka ardhur në Medinë e ka takuar Muhamedit alayhis salam, ja ka pa shenjat e pejgamberit, edhe çatër e ka pranuar Islamin. Krejt jetën ja ka kushtu kërkimit të vërtetës. Ky kështu e ka shiju jetën, edhe kështu është kënaqur me jetën. Abdurrahman ibn Aufi, sahabiu tjetër shumë i pasur, pe më të pasurve, edhe pse ka qenë pe më të pasurve, i kanë ndihmuar të varfrit, edhe kur se ka pa pasurinë materiale si kënaqësinë reale. E ka pas si mjet, nuk e ka pas si qëllim, dhe njëherë e ka pas si përgjegjësi. Bilal ibn Rabah, sahabiu i nderuar, është torturuar për besimin e tij. Mirë po, për kundër torturave që ja kanë bë, ai vazhdimisht ka thonë ehadun ehad, sepse ai ka ndi kënaqësi në njëshmërinë e Allahut Madhërisëm. Kur e ka njësu Zotin, ndonse ka qenë pyetje jeta e tij,
e ka pas lejuar pe Allahut për me mbjetu edhe me mohu të vërtetën, se ka mohu të vërtetën sepse këtu e ka ndi kënaqësinë ai. Na që po më torturojnë. Unë po e ndi kënaqësinë me njësu Zotin e Madhërisëm. Prandaj e ka bën një gjë të tillë. Kështu që për fund të nderuar besimtar, kënaqësia me jetën është qëndrim, nuk është rrethan. Islami na mëson se njeriu kënaqet atë kur realizon qëllimin e jetës, me bindje, me zemër të pastër edhe me besim të palëkundur. Nëse doni me u kënaq me jetën, përmbajuni gjërave që Zoti na i ka tregu edhe përmes Kuranit, edhe përmes Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, atëherë realisht do të kënaqemi me të, lutim Allahun që të jemi për atyre që e kuptojmë qëllimin e jetës, i zbatojmë gjitha kriteret bazike të arritjes së kënaqësisë së jetës së kësaj bote, dhe kënaqemi me të ashtu siç janë kënaqur pejgamberët dhe njerëzit e devotshëm pas tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.